Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm Lexo Biblën me ne fillojmë leximin e librit të Josuehut. Do të marrim sot parasysh kapitujt 1 deri në 9. Leximin e tekstit do ta bëj Donika Ceraja Dardani nga Mitrovica, kurse katekezën sot do ta bëj për herë të parë tek Lexo Biblën me ne Gjon Kelmendi nga Prishtina. Brenda tregimit të Biblës jemi tashmë në brigjet e lumit Jordan, por maton lumit në Moav, i bien në Jordaninë e sotshme. Mojsiu ka vdekur. Misionin me i pri popullit me përcjell në tokën e premtume ja ka lënë bashkëpunëtorit të vet kryesor Josuehut. Libri Josuehut në këtë aspekt është një libër esencial në historinë biblike. Tregon se populli i Izraelit ka hyrë në tokën e premtume. Mas 40 vite sakrificash e sfidash, mas zhgënjimesh e keqkuptimesh, përfundimisht është koha me kalu lumin, sikurse dikur kanë kalu detin. Por njësoj si atëherë, kalimi lumit Jordan paraqitet plot me sfida. Me u stabilizu në atë vend të huaj do t'jetë shumë e vështirë. Do të ketë nevojë që Zoti të ndërhyjë përsëri në mënyrë të mrekullueshme, si në rastin e kalimit të detit. Është një libër i shkruar në ndikimin e të ashtu quajturës histori deuteronomistike. Është historia e popullit të Izraelit e shkruar në një kohë ku rregulloret e ligjit të përtrirë kanë qenë të trajtuara si normative në Izrael. Jemi pranë shekullin e 6-5 para Krishtit. Siç e kemi thënë, sidomos shkolla gjermane egzegetike e mesit të shekullit të kaluar, e përfaqësuar sidomos prej Martin Noth, Gerhard von Rad, por edhe Rudolf Zmend, Walter Dietrich, edhe nga autorë të mëvonshëm, sikurse për shembull Thomas Römer, Frank Moore Cross, Jean-Louis Ska, këta të fundit nuk janë gjerman, i pari ka qenë Amerikan, kurse i dyti akoma aktiv është belg. Sipas këtyre pra, kjo historia e Izraelit, e shkruar në ndikimin e ligjit të përtrirë, fillon pikrisht me librin e Josuehut e përfundon tek libri i dytë i mbretërve. Nga ana bisedës që bën teksti, ai tregon për historinë e Izraelit, qysh prej hyrjes në tokën e premtuar, e deri tek dyndjet e Babilonasve dhe shkatrimin e tempullit Jerusalemit dhe deportimit në Babiloni të popullatës së Judes. Do ta shpjegojmë këtë histori, sidomos ngjarjet që kanë të bëjnë me pushtimet e asirëve dhe të babilonasve në takimet tona Lexo Biblën me ne. Sot ta bëjmë një përmbledhje esenciale të temave kryesore të historisë deuteronomistike. Të gjitha këto tema, siç do ta shihni, i kemi gjetur tek libri i ligjit të përtrirë. Për këtë arsye, kjo sintezë teologjike do të na ndihmojë dhe të bëjmë një përmbledhje të librit të ligjit të përtrirë që kemi përfunduar herën e kaluar. Pika parë kryesore teologjike është besnikëria ndaj beslidhjes. Sikurse vrehet te fjala beslidhje, gjejmë edhe fjalën bes. Besa mbahet. Bindja ndaj Zotit sjell bekim, beraha, kurse mosbindja mallkim, këllala. Ne kemi kritikuar këtë mendim, por duhet ta kuptojmë se tek historia deuteronomistike është një çështje thelbësore ky mendim teologjik. Shpesh do ta takojmë sintagmen kemi mëkatuar, Zoti na ka dënuar, por tani jemi penduar dhe Zoti na ka falur. Pika dytë është se ka vetëm një vend ku ushtrohet kulti, një qytet, një kryeqytet në Jerusalem, dhe ka vetëm një vend të shenjtë, tempulli i Jerusalemit. Tempulli është, e kemi thënë, vendi që vetë Zoti e ka zgjedhur. Hamakom Asher Yibchar Adonai në hebraisht. Kur këta libra do t'japin vlerësime mbi mbretin, që siç do ta shohim do të jenë gjithmonë negative, përveç përjashtimeve shumë të vogla, mbretit Hezekia do të flasim për të, ai ishte një përjashtim. Mbretrit do të vlerësohen mbi ruajtjen ose shkeljen e këtij parimi. Kulti i ushtruar zotave tjerë dhe adhurimi i Zotit kudo tjetër përveç tempullit Jerusalemit janë dy veprimtari shumë të ndaluara. Nëse kemi parasysh kohën kur vepronin autorët që kanë shkruar historinë deuteronomistike, qëllimi që kanë pas është i qartë, ata donin që të kthyerin nga shpërngulja babilonase, të mos e ndjenin njëri tjetrin si të huaj në shekullin e 6 pra dhe në shekullin e 5, por të konsideroheshin të gjithë njësoj, si një kombë, si një shtet që ushtron kultin e të njëjtin vend.
Nuk ka pra as të privilegjuar, as të nënçmuar, të gjithë janë njësoj. Tema tretë është tema e profecisë së vërtetë. Profecia e vërtetë është një tjetër çështje e rëndësishme te këto libra. Do të gjejmë profetit e hershëm, do t'i quajmë. Këta janë ndërmjetës midis popullit të Zotit, sikurse ishte Mojsiu, ndërmjetës midis popullit të Zotit. Por profet nuk mund të jetë gjithkush, do të jetë vetëm ai që Zoti zgjidh dhe profecitë e tija do dalin të vërteta në përvojë të popullit. Ky parim është i rëndësishëm, sipas tij nxjerrim një teologji. Zoti ka dëshirë të vazhdojë komunikimin me popullin në situatë të re ku ndodhet në tokën e premtuar. Pika 4 është e lidhur me një mbret të veçantë të Izraelit, të veriut, pra mbretit Jeroboam, që është si emblem e mëkatit. Tek libri i parë i mbretërve, kapitulli 12, tregohet se si Jeroboami, një ushtarak në shërbim të mbretit Salomon, i cili ishte me shërbim në Egjipt, thirret për të mbretëruar në mbretërinë e veriut, në mbretërinë e Izraelit. Ky ishte një mbret i pashpirtshëm, kërcënoi popullin se do të disiplinonte me akrepa. Kështu thot libri i parë i mbretërve, kapitulli 12, rreshti 11, por edhe rreshti 14, se pra do ta helmonte popullin, se do të ishte një mbret helm, shumë i illt, shumë i vështirë. Tek libri i parë i mbretërve, kapitulli 12, rreshti 16, tregohet se nuk deshi hise prej trashëgimisë së Davidit, pra për Judes, për Jerusalemit, ai vendosi ta ndante në gjys mbretërinë dhe në Samari themeloi qendrën e mbretërisë së veriut. Edhe ai ndërtoi viçin e artë, do ta shohim, mëkatet e tija janë të papërshkrueshme. Tek historia deuteronomistike do thuhet shpesh se një mbret për shembull bëri mëkat sikurse Jeroboami. Mëkati i dikujt ishte një ngjashëm me mëkatin e tij. Pra, ishte konsiderohej si një prej mbretërve më mëkatar, shembulli më i keq i mbretërisë në Izrael. Pika 5 teologjike është retribucioni, tema e retribucionit. Pra, me fjalën retribucion kuptojmë mendimin teologjik se Zoti ta kthen si shpjegim i historisë tragjike të Izraelit. Do të tregojmë në të ardhmen se në vitin 722 ra Samaria, pikërisht ky kryeqytet që themeloi Jeroboami, e shkatruar prej asirëve, dhe në vitin 587-86 ra edhe Jerusalemi. Këto dy fatkeqësi shpjegohen si gjykim i drejtë i Zotit ndaj shkeljes së vazhdueshme të beslidhjes nga ana e popullit. Autorët deuteronomistik ishin të bindur se Zoti e dënon mëkatin në një formë shumë konkrete, duke e lënë njeriu në të keq. Ne të krishterët e kemi përsëritur sa herë, nuk mendojmë ashtu. Një tjetër pika 6 e teologjisë deuteronomistike është se mbreti do ta ndjek ligjin. Mbretëria, ligji, kushtetuta janë të gjitha të lidhura me ato që parasheh Peslibershi, por konkretisht ligji për trirë. Mbreti, mbretëria nuk mund të improvizojnë, nuk mund të bëjnë çfarë të duan ata. Ata do ta ndjekin fjalë për fjalë mësimin e ligjit dhe gjërat që parasheh ligji. Këto janë pra disa prej pikave kryesore të mentalitetit deuteronomistik. Ka edhe tjera, por nuk duam të rëndojmë biseden tepër këtu. Ti themi tani disa fjalë mbi strukturën e vetë librit të Josuehut. Libri ndahet në 3 pjesë që përbëjnë 3 lëvizje të popullit në grup. Pjesa e parë, kapitujt 1 deri në 12, tregojnë marrjen në pronësi të tokës, pra pushtimin e tokës së Kanaanit. Pjesa e dytë, kapitujt 13 deri në 21, tregojnë se si u nda toka, territoret ndahen me short. Shorti në shkrimin shenjtë do ta takojmë edhe në raste tjera, përcakton formën e zbulimit të vullnetit të Zotit. Edhe në fund, kapitujt 22-24 janë pjesë përmbyllëse të librit të Josuehut. Këtu Josuehu bën një fjalim të famshëm, pas të cilin ndodh kuvendin në Sikem, kapitulli 24, me cilin edhe përfundon libri i Josuehut. Do të lexojmë këtë kapitull tek lexojmë Biblën me ne. Është një kapitull shumë i rëndësishëm për ta kuptuar mendsinë e autorëve në lidhje me marrëdhënien e popullit me tokën e premtuar dhe me qëndrimin besnik, beslidhjes hyjnore brenda asaj marrëdhënie. Temat kryesore teologjike tani të librit të ligjit të përtrirë. E para është se toka e premtuar është dhuratë e Zotit. Nuk do të konsiderohet si arritja ushtarake nga ana e popullit, zaptimi i saj. Zoti u ka premtuar tokën tek libri Zanafils, kapitulli 12, kapitulli 15, kapitulli 17, ai edhe e mban fjalën. Nuk duhet mendohet se Izraeli e mori tokën sepse luftoi bindshëm,
Por si që lexojmë tek Jozuehu kapitulli 10, rreshti 42, që mund ta marrim si shembull për këtë mësim, të gjithë mbretërit dhe krahinat e tyre i pushtoi me një sulm të rrufeshëm të vetëm, sepse Zoti, hyji i Izraelit, luftonte për Izraelin. Në mbështetje të kësaj gjejmë edhe ndërhyrjet e mbinatyrshme të Zotit, të ngjashme me ato të librit të Daljes, analoge me to. Lumi Jordan ndahet përmedis, do ta shohim. Muret e Jerihonit shemben në ndihmë të izraelitëve, edhe në Gabaon dielli ndalet, do ta shohim. Mbajtja e ligjit dhe e beslidhjes është pika e dytë, është kusht për të shkuar mbar gjithçka. Tek rreshtat 7 edhe 8 të kapitullit parë, Zoti thot Jozuehut kështu: Ji burri fort, e ki shumë guxim, që të ruash e të bësh gjithçka sipas ligjit që të urdhëroi shërptori i Mojsiu. Mos ju shmang as djathtas as majtas, që të shkoj për smari gjithçka që të ndërmarrësh. Libri i këtij ligji të mos hiqet kur prej gojës sate, por kujtoj me mendje ditë e natë, që të zbatosh të kryesh pik për pik gjithçka e shkruar në të. Vetëm atëherë do të marrin fund me nder udhët e tua e do të kesh sukses. Kjo do të jetë një detyrë jo vetëm e Jozuehut, por edhe secilit izraelian. Zoti kërkon këto, dhe kjo është interesant, jo vetëm zbatimin e ligjit, por edhe meditimin e tij. Ai do që njeriu ta ketë në zemër, jo thjesht ta mbajë në mënyrë mekanike. Kështu pra, Adonai është luftari vërtet. Vet arka beslidhjes i prin popullit në kalimin e Jordanit, këtë lexojmë te kapitulli 3, rreshti 11. Te kapitulli 5, rreshtat 13 deri në 15, tregohet se si një komandant i ushtrisë së Zotit i duket Jozuehut pranë Jerihonit. Dielli hëna ndalen në Gabaon tek kapitulli 10. Pra fitoret janë meritat e Zotit, që aktivisht del në luftë dhe ndërhyn. Së fundi kemi temën e zgjedhjes, zgjedhja kujt do t'i shërbejnë. Te kuvendi i Sikemit që kemi përmendur, Jozuehu u paraqet fisëve të mbledhura një zgjedhje, t'i shërbejnë Adonait ose perëndive tjera. Jozuehu te kapitulli 24:15 thot kështu: Në qoftë se u duket punë ligj që t'i shërbeni Zotit, zgjidhni ju sot se kujt doni t'i shërbeni, zotave të cilëve u shërbyen të parët tuaj në Mesopotami, apo zotave të Amorejve në tokën e të cilën banoni. Sa për mua e për shtëpinë time, ne do t'i shërbejmë Zotit. Beslidhja nuk është formalitet, Zotit si pëlqejnë formalitetet. Në aktin e besimit, Izraeli tregon kush është, bëhet ai që është, populli që i përket Zotit. E kemi shpjeguar logjikën e Herem, flitet pra për refuzimin e plot të huajve dhe të praktikave të tyre fetare. Tek Jozuehu kemi dy përjashtime të rëndësishme. Rahaba, prostituta që u ndihmon ta pushtojë Jerihonin, do të lexojmë sot për të, bëhet antare e popullit të Zotit, pasi që shprehimisht e pranon fenë e hyjit të Izraelit. Edhe Gabaonitët, për të cilët tregon kapitulli 9, bën një mashtrim për të bërë pjesë e popullit të Zotit, por megjithatë ja arrin. Kurse ra fjala për Rahaben, sipas Mateut 1-5, ajo është pjesë e historisë së shëlbimit, do ta shpjegojmë këtë tek pjesa e dytë e Lexo Biblën me ne. Sipas Mateut, Boozi, burri i Rutës Moabite, për historinë e të cilës do të bëjmë 2 takime tek Lexo Biblën me ne për librin e Rutës, pra, ishte djali i saj, djali i Rahabes. Gjithashtu, Boozi, sipas Mateut, është stërgjyshi i mbretit David. Takime me popullata tjera detyrimisht e hap hebraizmin ndaj mundësisë që edhe kombet tjerë të bëhen antarë të popullit të Zotit. Në Krishtin, Mesin, trashëgimtarin e premtimeve të Abrahamit përmes pagëzimit, të gjithë ne bëhemi pjesëtarë të popullit të Zotit. Rahaben e përmendin edhe 2 tekste tjera të beslidhjes së re. Letra Hebrejve kapitulli 11 rreshti 31 thot se ajo ishte mëkatnore, por besoi dhe nuk qevrar përkundrazi, që pranuar në mesin e popullit. Besimi është më e rëndësishëm se të gjitha gjërat e tjera. Letra Jakobit kapitulli 2 rreshti 25 tregon veprat e mira të saj, sepse letra Jakobit thekson se nuk mund të jetohet feja pa pas veprat që i përshtaten besimit që shpallet pe fjalë. Për Rahaben do të flasim sot me njëherë në takimin ton, sikurse kemi thënë. Fillojmë pra të lexojmë një libër të mrekullueshëm, të dëgjojmë leximet e programuara për sot. Nga libri
Jozuehut, kapitulli 2, rreshtat 1 deri në 7. Jozuehu, biri i Nunit, i dërgoi fshetas prej setimit dyetus dhe u tha: shkoni dhe vëreni mirë tokën dhe qytetin Jerik. Këta shkuan e hynë në shtëpinë e një lavire që quhej Rahab, dhe aty bujtën. E lajmëruan mbretin e Jerikut e thanë: ja, arretën mbrëm disa njerëz prej bijeve të Izraelit për të marrë hetimet mbi vendin. Atëherë mbreti i Jerikut dërgoi t'i thonë Rahabës: qiti jashtë njerëzit që erdhën te ti dhe hynë në shtëpinë tënde, sepse janë spion dhe erdhën të marrin hetime mbi vendin. Gruaja atëherë mori e fsheu njerëzit, atyre ju përgjigj: është e vërtet se erdhën tek unë, por unë nuk dija se nga ishin. Kur në mug të natës po mbylleshin dyert e qytetit, njerëzit dolën e nuk di nga ja mbajtën. Ndiqni me nxitim se do t'i zini, por ajo i ngjiti njerëzit lart në terracën e shtëpisë së vet, i mbuloi me kasht liri që ishte aty. Të dërguarit e mbretit u vunë t'i kërkonin udhës që shpihen në vaun e Jordanit. Kur dolën djegësit jashtë qytetit, dera e qytetit u mbyll. Rahaba, kjo grua kananese, ishte prostitut, jetonte në Jerikon, krejt për te lumit Jordan. Ishte grua me pozitë keqe në shoqëri, e përçmuar, e shame për të gjithve. E kishte shtëpi ngjitur me muret e qytetit Jerikonit. Ky fakt, që do të shohim më vonë, do të ketë një farë rëndësie në tregim. Dy të deleguar të Jozuehut shkojnë në Jerikon dhe rrinë pikërisht te ajo, duket sikur se të kenë shkuar të tresin gjurmë një fije, që askush të mos dyshonte se këta turistë të kenë ardhur në Jerikon për të spionuar vendin me qëllim që pastaj ta pushtojnë, por se kanë shkuar te Rahaba për arsye tjera, si shumë kusht tjetër që shkonte. E mbani mend vizitën e emisarëve të Mojsiut tek libri Numrave, kapitullit 13-14, ata 12 që u nisën për Kadesh Barnea. Ata nuk besuan në sukses dhe Zoti dënoi me 40 vjet ende në shkretir. Këta dy, po, besuan. Duket se 40 vitet e kanë dhënë shkollën e vet. Këta dy emisar shkuan në Jerikon me qëllim që të gjejnë strategji të duhura për ta pushtuar vendin. Ishin të bindur në suksesin e tyre. Jozuehu, e mbani mend, ishte një prej atyre që besuan tek libri Numrave dhe akoma beson në sukses. Ky dërgon 2 spion sekret, Shnaim, Anashim, Mraglim, Heresh, 2 njerëz, spiuna sekret. E kemi thënë tek libri Ligjit të Përtrir, kapitulli 19, rreshti 15, se 2 dëshmitar janë të domosdoshëm për të vërtetuar një fakt. Këta 2 persona që shkojnë dhe shohin janë dëshmitar se gjërat që thuhen janë të sakta. Ata tregojnë të vërtetën. Por edhe Kalebi dhe Jozuehu të libri Numrave, kapitulli 13, ishin të vetmit prej 12 emisarëve që treguan kur kthyen se toka e premtuar mund të mirret, jo si dhe tjerë që kthyen plot me frikë dhe nuk dhanë përshkrim të besueshëm të tokës së Kanaanit. Shënimi se shkuan 2 spion sekret tregon se teksti biblik e jep një mesazh se këta 2 persona janë të besueshëm. Rreshti i parë thekson se këta shkuan e hynë në shtëpinë e një lavire që quhej Rahab. Shton gjithashtu va jish hëvu shama dhe ndenjen aty. Fjala zona, që përkthehet si epitet për Rahaben, në hebraisht domethën thjesht prostitut, s'ka nevojë ta zbukurojmë. Nuk është krejt e sigurt domethënia e emrit Rahaba. Rahav në hebraisht përdoret si fjalë, për shembull tek Psalmi 89, rreshti 11, por edhe te Isaia profet, kapitulli 51, rreshti 9. Përshkruan në të dy këto raste përbindjen e detit, atë që bën kaos. Ndoshta autori biblik do të na thojë se kjo grua e ka jetën kaos, se e ka të humbur, dhe se prej këtij sistemi kaotik jetësor në të cilin ndodhej, Zoti nxjerr rregull e shpëtim për të dhe përmbar popullin e Zotit. Teksti tham shton se ata 2 ndenjen aty, fjetën aty, ndoshta për të treguar njëkohësisht kaosin e jetës së Rahabes, sepse nuk ishin as të parë as të fundit që rrinin aty, por edhe strategjinë e 2 emisarëve spion
E dinin se ashtu do të binin në sy pak më pak. Megjithatë, mbreti e mori vesh për praninë të huajve dhe e mori në pyetje Rahabën. Mbretit i shkoi mendja se ishin izraelit, si edhe rojeve të qytetit. I tha Rahabës t'i qesë jashtë këta spion. Këto rreshta duan të theksojnë se pushtimi i qytetit do të ishte punë e vështirë. Spionët ishin në alertë të vazhdueshme, mbreti ishte aktiv dhe ishin krejt të përgatitur të mbrohen. Rahaba i fshehu 2 spion që kishte në shtëpi dhe rrajti mbretin se nuk e dinte kush ishin dhe se në çdo drejtim kishin shkuar. Nuk e dim arsyen pse kjo i mbështeti, por e kuptojmë teologjinë. Zoti përdor më të dobtit edhe prostitutat për të kryer vullnetin e tij. Zoti, për paradoks që e kemi përsëritur disa herë, zgjell pikërisht më të dobtit, jo më të fortit. Me këtë dëshiron të theksojë se shpëtimi është vepër e tij, jo vepër e njeriut. Zoti është i fortë, njeriu është i dobët. Njeriu që mendon se është i fortë, në fakt shkatron vetveten. Jezusi ka thënë se prostitutat do të na brinë në mbretërinë e qiellit. Këtë lexojmë te Ungjilli i Mateut, kapitulli 21, rreshtat 31-32. Rreshti 6 shkruan se ajo i ngjiti njerëzit lart në terracën e shtëpisë së vet, i mbuloi me kasht linit që ishte aty. Gruaja i fshehu në kasht linit. Kashta e linit një mend thahej në pullaz, në terracën e sipërme të shtëpisë, dhe kjo ndodhte në pranverë, ku ndër tjera korrej edhe lini. Thot libri Josuehut, kapitulli 3, rreshti 15, se kur populli i Izraelit hyri në tokën e premtuar, ishte koha e korrave, kur Jordani prej ujit të madh gati vërshon briqet e veta. Sikurse vrenin në pranverë ka ndodhur gjërat më të rëndësishme të historisë së shëlbimit. Në atë kohë Zoti shfaq pushtetin e vet dhe kujdesin për popullin e vet. Rahaba i fsheh në çati me li, diku ku askujt si shkonte mendja se mund kishin hyrë spionët. I kërkuan gjithkund, tregon rreshti 7 që lexuam, por pa sukses. Pastaj Rahaba u tregoi sekretet e qytetit Jerihonit, me li ndërtoi një far konopi dhe i përgatiti të ulen nëpër muret e shtëpisë që koincidonin me muret e qytetit, por pati një kërkesë për ta. Ai u tha se në Jerihon kemi dëgjuar që Zoti e ka tharë detin e kuq, posa keni hyrë brenda, kur patë dalë prej Egjiptit. Dëgjuam edhe çfarë u bë 2 mbretërve të Amorejve që ishin përtej Jordanit, Sehonit e Ogut, të cilët i vrat. Kur i dëgjuam të gjitha këto, u tremem për së tepër, mi nalshoi zemra, dhe askush s'guxon as të marrë frymën para jush, sepse Zoti hyj juaj është hyj atje lart në qiell dhe këtu poshtë në tokë. Tani pra, mu betoni për Zotin, se edhe ju do të dyftoni dhimbje për shtëpinë e atit tim, siç u dëftova edhe vetë e mëshirshme me ju, dhe ma jepni besën e fortë, se do të mi lini gjallë babain, nënën, vëllezrit e motrat, e të gjithë të tyrt, dhe se do të na e shpëtoni jetën prej vdekjes. Këtë lexojmë te rreshtat 10 deri në 13. Pra, Rahaba tregon se e gjithë popullata e Jerihonit ishte përgatitur për ardhin e izraelianëve, por kjo ishte e vetmja që besonte në Zotin. Kështu e kuptojmë ndoshta edhe arsyen pse ajo vendos t'i mbështesë këta 2 spiuna. Ata i premtuam se do ta lënë të paprekur shtëpinë e saj, tregimi shumë skenik. Ajo formon një konop linit me cilin u ulen të poshtë murit, dhe ky li ishte me ngjyrë të kuqe. Ata i thanë që ta vendos atë konop në një vend të dukshëm, te dritarja, lidhe në dritaren e për cilën nalshove dhe bab, nën, vëllezër, e mbar farefisin tënd, bashkoi në shtëpinë tënde, kështu shkruan rreshti 18. Kështu që kur izraelian të vinë dhe ta sulmojnë për ta pushtuar Jerihonin, do ta shohin këtë konop dhe do ta lënë të paprekur shtëpinë e Rahabës. Pra Rahaba ishte besimtarja e parë kananease. E lexuam rrëfimin e saj dhe besimin e saj në Zotin. Dihet këtu kush është mbreti i vërtet. Një grua prostitut e lënë me një në qytet nuk i bindet urdhrit të mbretit të vet, por i bindet urdhrit të Zotit. Zoti përdor të vegjëlit për t'ia arritur fitoreve të veta. Mund të thuam këtu edhe disa gjëra në lidhje me ngjyrën e kuqe të konopit të linit. Është ngjyra e gjakut që shpëton.
tek shuplaka e fundit e Egjiptit e kemi parë, engjëlli sheh gjakun e qengjit që shpëton izraelitet, por sidomos kjo ngjyrë e kuqe simbolizon edhe gjakun e Krishtit që shpëton. Së fundit themi diçka për 4 gra që përmendeshin Mateu te breznitë e Jezu Krishtit, Tamara, Ruta, Betsabeja dhe Rahaba. Të katërtat këto gra kanë prejardhje të pazakontë për historinë e shëlbimit. Tamara, kemi thënë, duket se ishte prej vendit Adulam në kodrat e Shefela. Ndoshta ishte edhe me prejardhje kananease, edhe pse duhet thënë se këtë teksti nuk e thot. Ruta ishte Moabite, do ta shohim. Këto të dyja, Tamara dhe Ruta, ishin paraardhësit e Davidit. Ruta ishte stërgjyshja e Davidit, sipas Mateut. Betsabeja, gruaja e Davidit, ishte hebreje padyshim. Ishte vajza e Eliamit, e lexojmë te libri 2 i Samuelit, kapitulli 11, rreshti 3. Eliami ishte antar i një korpusi ushtarak elitar të mbretit David, sipas librit të 2 të Samuelit, kapitulli 23, rreshti 34. Por ajo ishte martuar me Urin, me generalin e Davidit, kolegun e babës së vet Eliamit, i cili nuk ishte hebrej, ishte hitit, i përkiste një popullate shumë të fortë, që në shekullin e 14-13 ka qenë super fuqi botrore, me qendër në Anadolin e sotshëm. Kush kishte thënë se kjo grua që kishte thyer ligjin duke u martuar me një të huaj, e që pastaj kishte tradhtuar edhe burrin, do të bëhet nëna e mbretit të Izraelit, nëna e Salomonit, sikurse kemi pra patriarkët, trashëgimtari i cilëve është Jezusi, ashtu kemi edhe matriarkët. Këto gra pra që janë themelore në breznitë e tija, janë 4, të katërtat një fije të pazakonta. Me këtë shën Mateu dëshiron të thojë se Zoti është i paparashikueshëm, se ai vullnetin e vet e tregon si do vet, se ai nuk ndjek logjikën e njerëzve dhe se njeriu do të mundohet vet ta kuptojë vullnetin e tij. Nga libri Jozu Ehud, kapitulli 3, rreshtat 14 deri në 17. U nis pra populli prej çadrave të veta për të kaluar Jordanin e priftrinjet që e mbartnin arkën e beslidhjes, esnin para tij. Arritën deri te Jordani dhe posa i lagën këmbët në ujin e buzës së tij, ishte koha e të korrave kur Jordani pri ujit të madh gati i vërshon brigjet e veta. U ndalën ujrat që rrjedhin prej së larti e që larg u bën si prit, qysh prej qytetit të Adamit që është afër Sartanit, kurse ato të poshtmet rodhen në detin e Arabës, që është deti i vdekur derisa shtëruan, krejtësisht. Populli vazhdonte drejt Jerikut, kurse priftrinjet që mbanin arkën e beslidhjes së Zotit qëndronin në këmbë mbi truallin e terrur në mes të Jordanit. Përderisa nuk e kaloi mbar Izraeli Jordani për shtrat të thatë të lumit. Këto 4 rreshte që lexuam janë të shkruar në mënyrë shumë të kujdesshme, sikurse do ta shohim. Kjo përrëndësi shumë të madhe që ka ky tregim, është tregimi i hyrjes në tokën e premtuar, patjetër se i shkruar me shumë kujdes. Deri në këtë moment, Izraeli qysh prej formimit të tij, ka qenë gjithë kohën enda cak, njëherë në Egjipt e pastaj në peshkretir. Në kohën e Abrahamit, Izakut dhe Jakobit, ka qenë në tokën e Izraelit, por në atë fazë ata ishin një familje, jo një kombë në kuptimin e vërtet të fjalës. Bibla e paraqet kalimin e Jordanit si një vepër hyjnore, si një mrekulli, edhe në këtë hap të rëndësishëm që po bën Izraeli, Zoti vazhdon të jetë i pranishëm në mesin e popullit të vet. Bile i prinë atij. Për ta kuptuar mirë këtë tekst duhet ta kujtojmë librin e Daljes kapitullin 14, kalimin e detit të Kuq. Kalimi i Jordanit aludon shumë në tregimin e kalimit të detit të Kuq. Kemi për shembull foljen Harav tek kapitulli 3 rreshti 17, që është paralel me librin e Daljes kapitulli 14 rreshti 1, ku izraelianët ecin në det nëpër tokë të thatë. Folja Harav do me thënë se Zoti e ka ba tokën e thatë. Edhe këtu uji ndahet, në këtë rast uji Jordanit ndahet, sikurse atje deti. Jozuehu këtu luan rolin e Mojsiut, kalimi i Jordanit është si një përsëritje e kalimit të detit. Ajo që ka filluar pra në brigjet e detit të Kuq, po merr fund
si një cikel këtu në brigjet e lumit Jordan. Nga ana konceptit kemi këtu një inkluzion me tharje të tokës në ujë, me çarje përgjys të ujit, me kalimin e popullit matan, edhe fillon edhe maron kjo histori 40 vjeçare. Thot reshti 14 u nis pra populli prej çadrave të veta për të kaluar Jordanin e priftrit që e mbartnin arkën e beslidhjes, ecnin para tij. Folja është unis, nasa, përdoret shpesh gjatë ecjes në përshkretir. Është momenti kur populli vendos të ngritet nga toka, t'i marrë çadrat e veta dhe të niset. Përdorimi i saj këtu tregon se kalimi i Jordanit është pjesë e udhëtimit në përshkretir, është faza e fundit e udhëtimit në përshkretir. Është hera fundit që përdorin ato çadra. Tash tutje nuk do të jetojnë më nëpër çadra, do të jetojnë në shtëpiat veta. Arka prin, kjo është shenjë e pravanisë hyjnore, e pranisë hyjnore. Kështu nolte edhe në shkretir, arka i printe ecjes së Izraelit. Tregohet se populli e ndjek në një largësi të caktuar. Arken përmenden 2000 kut, janë afërsisht 900 metra, edhe kjo ka një domethënie teologjike që lidhet me traditat e pesëlibërshit. Njeriu nuk duhet t'i afrohet Zotit tepër afër. 900 metra janë distancë e pranueshme, edhe pse objektivisht duket tepër egzageruar, por me këtë theksohet se për respekt e për vetë konsistencën e vet, njeriu nuk duhet t'i qëndrojë Zotit tepër afër. I gjithë ky tregim thekson pra se në të gjithë aspektet Izraeli është duke u sjellur në mënyrë shembullore. Arka prin, priftrit ishin rreth saj, populli ec drejt tokës që duhet ta marrë në zotrim. Dhe rri në distancë, populli lë Zotin t'i pri. Reshti 15 tregon se arritën te Jordani dhe posa i lagën këmbët në ujin e buzës së tij. Kjo është një mënyrë për të thënë se sa u lag maja e këmbëve të priftrinjve dhe në atë moment ujrat u ndanë. Ata do të besonin para se ta shtinin këmbën në ujë. Është një mësim ky se Zoti bën mrekulli, por para se Zoti ta bëjë mrekullin, njeriu duhet të besojë. Besimi bën të mundur mrekullin. Këta priftrinj nuk presin që uji të ndahet përgjys, por ata nisen drejt ujit. Në momentin kur e shtien këmbën në ujë, majën e këmbës në ujë, Jordani ndalet dhe dahet përgjys. Ishte koha e korrave kur ndodh kjo, kur Jordani prej ujit të madh gati i vërshon brigjet e veta. Thot reshti 15 se kishte ujë shumë, ishte pranverë, e atëherë Jordani një men ka shumë ujë, këtë e dim edhe prej kohës së tashme. Ai nuk është lum i rrëmbyrshëm zakonisht, në verë shumë i thatë, por kur bie shumë shi, ditë bëhet i vrullshëm. Në atë kohë, kur ka shumë ujë, është e vështirë të kalohet në këmbë. Krejt populli, sidomos me gra fëmijë, e kishte të pamundur të kalonte. Tregimi na jep edhe një shënim tjetër. Ishte koha e pashkës, e të korrave, edhe kalimi i Jordanit paraqitet pra si mrekulli e Zotit që shpëton popullin e vet. Edhe këtu si në rastin e kalimit të detit, populli po bën një pesah, një kalim. U ndalen ujrat që rrillnin prej së larti e që prej larg u bën si prit. Në hebraisht përdoret folja kamal, me u ngrit, me ndej në një vend. Ujra ndahen të rrinë si një grumull, ned në hebraisht, si një stog. Kalimi i Jordanit paraqitet si kalimi i detit. Ndoshta shkrimi i shenjtë dëshiron të që edhe kjo breznie e izraelitëve që ka lindë shkreti të përjetoj përvojën e kalimit të mrekullueshëm të detit. Është një përvojë esenciale, kemi thënë, e kalojmë të gjithë, sidomos në liturgji. Kur bëjmë një përkujtim, ne nuk kujtojmë heroizma, por veprën që Zoti bën për ne. E kemi thënë këtë gjë dhe do ta themi përsëri sa e sa herë. Kalimi i detit për ne të krishterët është vdekja dhe ringjallja e Jezu Krishtit. Ai e ka kaluar detin e kuq. Ai ka kaluar prej vdekjes në jetë dhe na ka mundsuar edhe neve të kalojmë. Ne marrim pjesë në këtë kalim nga ana sakramentale nëpërmjet pagëzimit, që është mjet i shëlbimit, por marrim pjesë sidomos nëpërmjet fesë që na mundson ta përjetojmë në këtë jetë, këtë kalim prej vdekjes në ringjallje, prej skllavërisë në liri. Për ta shpjeguar më saktë nga ana teologjike këtë mister do duhet të flasim pak edhe për misterin e mishërimit të Jezu Krishtit, por kemi kohë mjaft të flasim për këtë temë
në takimet e ardhshme. Lexo Biblen me ne. Të kthejmë tani tek kapitulli 3 i librit Josuehut, t'i themi 2-3 fjalë për arkën e beslidhjes. Ka 3 tituj këtu: Aron Haberit i pari, arkë e beslidhjes. Kjo përkujton temën e beslidhjes. Quhet ndryshe edhe Aron Adonai, arka e Zotit. Kjo për të theksuar praninë e Zotit në praninë e arkës, dhe e fundit është Aron Berit Adonai Adon Kol Haaretz, arka e beslidhjes së Zotit, i cili Zoti është Zoti i mbar tokës. Ky kalim i detit pra ka efekte universale. Është Zoti i mbar tokës, hyi i Izraelit. Kjo do të ketë rëndësi sidomos në tokën e Kanaanit, kur Izraeli do t'i refuzojë të gjithë zotë tjerë që do të takojë atje. Ti marrim në përgojë edhe një herë si përmbledhje elementet kryesore teologjike të këtij teksti. I pari është se Izraeli e kaloi lumin vetëm fal pranisë së Zotit, ndryshe se kishte kaluar kurrë. Lumi mbet hapur dhe bllokon ujërat, sepse Aron Berit Adonai, arka e beslidhjes së Zotit, hyn e para dhe në ujë e mban ujin e hapur. Toka që trashëgohet për pasojë është thjesht dhuratë e mundësuar prej Zotit. E dyta është se besimi në Zotin shkon kundër sigurisë së dukshme. Priftat shtihen këmbën në ujë edhe pse lumi ishte akoma i rrëmbyeshëm. Besimi nuk është garanci e një rahatie të sigurt. Besimi shkon përtej evidencave empirike. Beslidhja e re do ta shohim thekson shpesh se ne besojmë në Zotin që nuk e shohim. E treta është roli i Josuehut, ai si Mojsiu do t'i pri popullit. Populli ka nevojë për udhëheqje të vazhdueshme. Udhëheqësia njerëzore e popullit nuk kalon përtej udhëheqjes së Zotit. Një se popullin e udhëheqin figura njerëzore, por të gjitha kryen funksionin e Zotit. Zoti e udhëheq popullin nëpërmjet njerëzve. Kjo vlen njësoj edhe për organizimin e sotshëm hierarkik të kishës. Një se kishën e udhëheqin e pror njerëzor, por pushteti i tyre themelohet në pushtetin që Jezu Krishti u ka dhënë apostujve. Dhe e fundit, Adonai, Zoti është sovrani i krejt rruzullimit. Adon Kol Haaretz, Zoti i krejt botës. Tani që populli i Izraelit po hyn në Kanaan, Zoti nuk do të shndrohet në Zotin e Kanaanit, por është dhe do të mbet Zoti i krejt botës. Nga libri i Josuehut, kapitulli 7, rreshtat 6 deri në 9. Atëherë Josuehu i shqeu petkat e veta, ra me fytyrë përdhej para arkës së Zotit e qëndroi ashtu deri në mbrëmje. Ai e të gjithë krerët e Izraelit, duke qitur hy në krye, Josuehu tha: "Eu o Zot hy, pse deshe të kalosh këtë popull përtej lumit Jordan, a mos për të na lëshuar në duar të Amoreut e për të na humbur farën, o sikur të kishim zë vend përtej Jordanit? Të lutem o Zot, çfarë mund të them kur po e shoh se Izraeli ja ka kthyer shpinën armikut? Do të dëgjojnë kananenjët dhe mbar banorët e vendit, e do të bashkohen, do të na rrethojnë e do të na zhbien emrin ton prej tokës. E çfarë do të bësh atëherë ti për nder të emrit tënd?" Në jetë punët nuk shkojnë si mendon njeriu. Njeriu mundohet, por për arsye të lakmisë gabon. Ky është mësimi bazik i këtij tregimi, nga kapitulli 7 i librit të Josuehut. Edhe kur punët shkojnë mes mirit, pikërisht atëherë ndodh diçka që e prish punën. Edhe ky është një mësim i këtij tekstit. Sepse duhet ta dim, punët shkojnë mirë, jo pse ne i bëjmë mirë, por pse i bën Zoti. Pa atë ne nuk bëjmë mirë asgjë. S'kemi shumë me çka të krenohemi. Shën Francesku i Asisit thoshte se ne vetëm me mëkate mund të krenohemi, me asgjë tjetër. Vetëm mëkatet i bëjmë mirë. Patjetër kjo është një thënie ironike e Shën Francesku të Asisit, por sa ironike është edhe teologjike, është krejtësisht e vërtetë. Të kthejmë tek libri i Josuehut kapitulli 7, rreshtat 6 deri 9, që kemi lexuar. Pas një liturgjie që gjejmë te kapitulli 3 dhe 4, Izraeli e pushton Jerihonin pa luftu as pak, sepse Zoti ka luftu për te. Këtë tregon kapitulli 6.
Rahaba shpëton, si që i kishin premtuar emisar të Jozuehut, edhe vetë muret e qytetit bien me qëllim që t'i lëshojnë rrugë popullit në marshim, por pa pritmas, 36 burra vdesin një betejë. Si ka mundësi? Diçka duhet këtë ndodhur, se ndryshe nuk shpjegohet vdekja tyre. Teksti regjistron këtë ngjarje me një shënim prekës, atër popullin e lëshoi zemra, thot kapitulli 7 rreshti 5, si tu ishte bërë gjaku ujë. Jozuehu nuk dinte asgjë se çfarë kishte ndodhur, por ne e dim sepse na e tregon kapitulli 7 rreshti 1. E lexojmë: por bijtë e Izraelit shkelën urdhrin dhe shpërdoruan ngarkimin me mallkim, sepse Akan Karmi Zabdi Zareja, prej fisit të Judës, mori diçka që ishte ngarkuar me mallkim. Akani pra ka shkelur Heremin, që Don Simoni e ka përkthyer këto me shprehjen me mallkim. Çfarë kishte bërë ky Judeas? Duke fshehur plaçk nga Jerihoni në çadrën e vet, kapitulli 7 rreshti i parë, thot se kishte vjell siç rrëfen ai vet pa vonë te kapitulli 7 rreshtat 20-21 dhe thot unë mkatova kundër Zotit yt Izraelit dhe ja çfarë bëra. Pash në pre një mantel shumë të bukur, sena ari dhe 200 sikla argjenti dhe një shufer ari 50 siklash. I shtyr prej lakmimit i mora dhe i fsheha në dhe në mes të çadrës sime, argjendin e futa në te. Por këtë aja thot Jozuehut me vonë. Ndërkohë Jozuehu nuk e dinte, fillon e lutet, qanë, sepse brenda popullit të tij ndodh diçka e papritur. Për këtë arsye kështu i hutuar dhe i mërzitur, sepse s'po kuptonte këtë sjellje të Zotit, sepse ishte i bindur se vinte prej Zotit, vë në pyetje edhe vet Zotin. Jozuehu fillon të dyshojë. Kemi pra këtu një debat të fortë të Jozuehut me Zotin. Thot rreshti 6. Atëherë Jozuehu i shqeu petkat e veta, ra me fytyrë për dhe para arkës së Zotit, e qëndroi ashtu deri në mbrëmje. Krejt ditën e gjatë. Shqyrja e rrobave, rënja me fytyrë për dhe e tjerë, përbën një fjalor që tregon zi dhe pendes, e shprehja fizike e pikëllimit dhe e tmerrit, ka ndonjë fatkeqësie, ose edhe sakrilegjit e kemi parë tashmë. Rënja me fytyrë për tokë, nafal al-panav në hebraisht, është qëndrimi në nështrimit dhe i përgjërimit absolut përpara pranisë hyjnore. Pluhuri mbi kokë është një gjest zije që personi bën kur i ndodh një tragjedi e madhe. E gjejmë tek libri Jobit kur i vdesin 7 dje me 3 vajza, kapitulli 2 rreshti 12. Tek libri Vajtimeve për shembull, kapitulli 2 rreshti 10, i Ezekielit, kapitulli 27 rreshti 30. Edhe ndonjë rast tjetër, për shembull, ky gjest përmendet edhe te zbulesa Gjonit në Beslidhen e re, kapitulli 18 rreshti 19. Pluhuri, afar në Bibel ose apar, tregon si simbol se njeriu është i vdekshëm. Të vesh pluhur mbi kokë do të thotë në këtë rast edhe ta vendosësh veten ndër ata që kanë vdekur. Në këtë rast, ky gjest i Jozuehut shpreh edhe solidaritet me 36 të vdekurit. Ishte duke i vajtuar, ishte duke i qarë. Rreshti 7 thot se Jozuehu tha kështu: E heu, o Zot hyj, pse deshe ta kalosh këtë popull për te lumit Jordan, a mos për të na lëshuar në duart e Amoreut e për të na humbur faren, o sikur të kishim zënë vend për te Jordanit. Pastirma aha në hebraisht tregon mërzi të madhe. Shprehja o Zot hyj e gjejmë këtu në formën Adonai, thot 2 herë Adonai. Një herë e shkruar pikrisht Adonai, kurse herën e dytë me tetragramin e shenjtë, pra Jod he vav he në hebraisht. Do të kemi rast ta shpjegojmë ndonjëherë tjetër. Jozuehu thret Zotin me 2 emra. Është një thirrje dëshpërimit, por edhe përkujton beslidhen sepse janë emrat me të cilat Zoti u është duk etërve dhe u ka premtuar mbështetje. Duke thirrë 2 herë o Zot, Jozuehu ankohet. Si ka mundësi që Zoti që ka premtuar mbështetje ka lejuar të ndodhë kjo tragjedi? Pse deshe ta kalosh këtë popull për te lumit Jordan? A mos për të na lëshuar në duart e Amoreut e për të na humbur faren? Kjo është akuza teologjike në zemër të ankimit Jozuehut. Ai shpreh ngjashëm me Moisiun në Kadesh Barnea, pse na nxore veten për me na shkatërru? Ishte momenti i dyshimit, kriza e fesë. A thua se Zoti e ka mashtruar atë?
E gjithë kjo rrugë, gjithë ky mundim që me vdek tani sa kemi hyrë në tokën e premtuar, dyshimi i fesë ka këtë tundim të mendohet se Zoti është mashtrues. E mbani mend ky ishte sugjerimi i Gjarprit tek Zanafilla kapitulli 3 rreshti 4. Nuk do të vdisni asesi, thot Gjarpri Evës. Madje hyj e di se kur do qitani prej saj, prej frytit, sytë tuaj do të hapen e do të bëheni por si hyji duke njohur të mirën e të keqen. Sipas Gjarprit, hyji ju ka rrejt kur ju ka thënë se do të vdisni. Ai gjithashtu e di se nëse hani do t'ju hapen sytë, por nuk ju ka treguar. Hyji nuk do që ju ta njihni të mirën e të keqen. Hyji është mashtrues. Jozuehu vazhdon lutjen te rreshti 8. Të lutem o Zot, çfarë mund të them kur po shoh se Izraeli ja ka kthyer shpinën armikut? Izraeli nuk po lufton më, po dorëzohet, ka frikë sepse ka të vdekur. Është një soi turpi, një frikë e përgjithshme e Izraelit. Pyetja retorike çfarë mund të them, tregon mungesë të plotë të fjalëve, turbullim, hutim, zhgënjim, por Jozuehu vazhdon të flasë, të janë kohët Zotit. Do të dëgjojnë kananejt, thotë rreshti 9, dhe mbar banorët e vendit do të bashkohen, do të na rrethojnë e do të na zhdukin emrin ton prej tokës. E çfarë do të bësh atëherë ti për nder të emrit tënd? Jozuehu thekson këtu diçka esenciale në mësimin e Biblës. Duhet të theksohet lavdia e Zotit, por lavdia e Zotit nuk theksohet në humbjen e disfatat të Izraelit. Zoti nderohet në fitore, por nëse Izraeli shkatrohet, komet do të thonë se Adonai ose është hyj i dopt ose i keq e mashtrues. Jozuehu këtu nuk shqetësohet aq e shumë mbi gjitha për sigurinë e Izraelit, edhe pse patjetër edhe për këtë shqetësohet. Shqetësimi i tij kryesor është skandali teologjik i Zotit që premton dhe pastaj pendohet, kur populli e vën në të shpresën e ai nuk ndihmon. Pyetja përfundimtare. E çfarë do të bësh atëherë ti për nder të emrit tënd? Në hebraisht e gjejmë formulën umata ase lëshim ha gadol, çfarë do të bësh ti për emrin tënd të madh? Jozuehu e sfidon Zotin edhe e vën kontrast me vetveten. Nëse emri i Zotit është i madh, atëherë Zoti i madh me siguri do të bëjë diçka për ta shpëtuar Izraelin. Këtu biseda mbaron ashtu që Zoti thekson mëkatin e dikujt në Izrael. Zoti ia zbulon Jozuehut se kishte ndodhur një mëkat dhe tregon edhe se çfarë lloj mëkati kishte ndodhur. Thot te kapitulli 7 rreshti 11, Izraeli ka mëkatuar, e ka shkelur besridhen time që ua urdhërova, moren nga ato që qenë ngarkuar me mallkim, rrejten, volën dhe i fshehen në enë të veta. Arsyeja e disfates është se Izraeli vet është bërë mallkim, me mallkim që këtu konsiston në kryerjen aktive të diçkaje që Zoti ka urdhëruar të mos bëhet, me siguri se nuk arrihen fitore as ushtarake, as tjera. Ne e dim këtë, nuk arrihen të mira duke kryer vepra të këqija, vetëm punë të mira dhe besnikëria ndaj Zotit sjellin shpëtim. Pas vdekjes së Mojsiut, i cili i nxorri Izraelit nga dheu i Egjiptit, Zoti zgjodhi ndihmësin e tij Jozuehun si prijes dhe kryetar, të cilit i urdhëron që të vazhdoj rrugën për në tokën që kohë më parë kishte premtuar se do t'ja jepte popullit të Izraelit, duke siguruar se nuk do ta lërë kur vetëm ashtu si nuk e kishte lënë Mojsiun, por i kërkon që t'i përmbahet ligjit të shpallur sepse vetëm ashtu do t'i shkojnë përsëmbari ndërmarrjet e tija. Jozuehu dërgoi hetuesit për t'u informuar lidhur me Jerikun. Ata bujtën në shtëpinë e një gruaje të quajtur Rahab, e cila nuk ishte në zë të mirë. Pasi që mbreti ishte njoftuar lidhur me vizitën e të huajve, dërgoi për t'i thënë Rahabës që t'i largonte prej shtëpisë. Rahaba nuk e përfilli kërkesën e mbretit, por i fshehi hetuesit duke lidhur besën me ta që kur Izraeli të pushtonte qytetin, t'ja kursenin jetën asaj dhe familjes së saj. Figura e Rahabës është një ndër figurat shumë të diskutuara të Biblës. Në Beslijen e Re përmendet tek Mateu, letra Hebrejve dhe letra Jakobit. Kjo grua është shembull i besimit, por edhe i guximit, që vur jetën e saj në rrezik për të ruajtur jetën e miqve që i kanë ardhur në shtëpi.
Kjo është diçka shumë e ngjashme edhe me traditën tonë kombëtare, ku musafiri ishte i qetë dhe gjithmonë i sigurt se nuk do t'i ndodhë gjë e keqe, përderisa ishte në besën e mikpritësit i cili garantonte me jetën e vet. Premja në besë e musafirit ishte njëra ndër veprat më të urryera në popullin tonë. Me hyrjen e të huajve në shtëpinë e saj, Rahaba u gjet në një situatë të rrezikshme, por ishte një grua e mençur e cila vendimin se si do të veproj nuk e mbështet në opinionin e atyre që rrethojnë, por në gjykimin e zemrës. Në zemër vendoset për të drejtën dhe të padrejtën dhe rrjedhimisht për pasojat. Në zemër caktohet prioriteti që në rastin konkret është mbrojtja e jetës, edhe nëse për këtë duhet shërbyer me një gënjeshtër, apo siç thuhet zakonisht, nëse duhet të zgjedhësh mes dy të këqijave, zill të keqen më të vogël. Dhe keqja më e vogël në këtë rast ishte mashtrimi i mbretit të Jerikut. Dikush mund të thotë se ajo ka tradhtuar popullin e vet, duke strehuar të huaj fshehtazi, dhe kjo do të mund t'i kushtonte shtrenjtë po të zihej. Ndoshta edhe kjo qëndron, por Rahaba i njohu shenjat e kohës e ndjente se po ndodh një kthes historike. Ajo u tregon hetuesve se dinte se si Izraeli kishte kaluar detin e Kuq në mënyrë të mrekullueshme dhe pranon se Zoti i Izraelit ishte Zoti i vërtet dhe se popullit të saj i kishte hyrë frika në palës nga tmerri i tyre. Që në anën tjetër tek hetuesit dhe Izraelit, kjo informat forcon bindjen se Zoti u ka lëshuar në dorë atë tokë, ashtu siç ka premtuar, sepse i friksuari tashmë e ka humbur betejën. Kurse më lart kemi parë se si Zoti e inkuarajon Josuehun duke i thënë 3 herë: "Ji burri fort dhe ki guxim." Le të kujtojmë këtu se sa shpesh kemi hasur në Bibël fjalët "mos ki frikë". Kështu, Zoti e përmbys raportin real të forcave sipas kuptimit njerëzor, duke futur në njërin anë frikën që paralizon njeriu dhe në anën tjetër guximin që e shumëfishon fuqinë e tij. Dhe natyrisht pa përjashtim, fiton ai që e ka Zotin në anën e vet. Populli dhe ushtria e ndjen këtë dhe psalmisti ankohet në një varg duke ju drejtuar Zotit: "Ti nuk del më me ushtritë tona." Historia e Rahabës na mëson edhe se Zoti shërbehet me atë që do për të kryer veprat e veta pavarësisht pastërtisë morale të njeriut ose mendimit që të tjerët kanë për të. Zoti njeh zemrat dhe i zgjedh ata që njeriu kur nuk do t'i zgjidhte për shkak të ideve të tij të gabuara, kufizimeve dhe paragjykimeve që ka. Rahabën do ta gjejmë në trungun gjenealogjik të shpëtimtarit ton, Salomonit i lindri prej Rahabës Bozi, Mateu 1:15. Pra, një grua pagane që njihet si e përdal, gjendet ndër paraardhësit të shpëtimtarit të njerëzimit. Kjo gjë na flet për Zotin i cili nuk përjashton askënd nga mëshira e tij e pafund dhe nga dashuria pa kushte që gjithmonë na pret të kthehemi. Fjalët që Zoti i thot Josuehut para kalimit të Jordanit: "Sot po filloj të lartësoj para syve të mbar Izraelit që ta dinë se sikur se isha me Mojsiun, ashtu jam edhe me ty", bëjnë të ditur se kalimi i lumit Jordan do të jetë një ngjarje mrekullueshme dhe ngjashme me kalimin e detit të Kuq nën udhëheqjen e Mojsiut. Kur këmbët e priftërinjve prekën ujërat e bregut, ndaloi rrjedhja e lumit dhe populli kaloi në përshtratin e lumit pa ujë. 12 burrat e fortë prej secilit fis nga një morën 12 gur nga shtrati i lumit si dëshmi se si Zoti në mënyrë të mrekullueshme i kaloi nëpër të rik. Me gurët u ndërtua përmendorja për brezat që të vinë, që feja e tyre në besnikrinë e Zotit të mos venitet kurrë. Josuehu vendosi 12 gur të tjerë në mes të lumit, ku kishte qëndruar arka e Zotit derisa populli kishte kaluar. Është mirë që edhe ne të mos i harrojmë mrekullitë që Zoti ka bërë në jetën tonë. Duhet që vazhdimisht të sjellim në kujtesë dhe të jemi mirënjohës sepse ai ka bërë të mundur kapërcimin e vështirësive në jetë. Dhe këtë kapërcim
ndonjëherë ja përshkruajmë aftësisë sonë. Në atë proces të kalimit nga terri në dritë, nga robëria në liri, nga sëmundja në shëndet, është e fshehur gjithmonë fuqia dhe dashuria e Zotit, që si baba i mirë e përcjell fëmijën e vet në udhëtimin toksor. Ashtu si deti i kuq ndan robërinë nga liria, lumi i Jordan ndan shkretëtirën nga toka e premtuar. Në popullin e Izraelit forcohet besimi në udhëheqjen e Zotit, sepse përsëritja e mrekullisë vërtetonte praninë e Zotit në mesin e tyre. Pas kalimit të Jordanit, populli i Izraelit zuri vend në Galgal dhe aty u rrethpren meshkujt që kishin lindur në shkretëtirë, sepse ata që kishin dalur nga Egjipti tashmë kishin vdekur të gjithë, sipas fjalës së Zotit, se nuk do ta shohin tokën e premtuar pasi që nuk i kishin besuar fjalës së Tij. Izraeli festoi Pashkët dhe hëngri nga prodhimet e vendit, kurse të nesërmën pushoi sëreni mana nga qielli dhe bijtë e Izraelit nuk e përdorën më. 40 vjet bredhjen e përshkretëtir i kishte kushtuar atij populli zverkëngurt mosbesimin e fuqinë e Zotit. Jozuehu e mallkoi qytetin e Jerikut dhe gjithçka ishte në të, dhe i ndaloi popullit që të merrte ndonjë send prej tij. Marrja e gjerave të mallkuara do t'i sillte fatkeqësinë të banishtes, duke u bërë ajo vetë e mallkuar. Vetëm ari, argjenti, bronzi e hekuri i kushtohet Zotit dhe do të ruhet në vishtarin e tij. Izraelet për 6 ditë u sollën nganjëherë rreth mureve, kurse të 7-ën ditë u sollën 7 herë dhe pas burive i gjithë populli lëshoi britma dhe muri rrethues u shemb. Kështu Izraeli u fut në qytet, i vrau të gjithë përveç Rahabës dhe familjes së saj, sepse hetuesit kishin lidhur besmet e dëgjën dhe shkërtuan qytetin dhe gjithçka kishte në të. Jozuehu lëshoi këtë nëm: qoftë mallkuar para Zotit ai njeri që do të guxojë të ngrihet për të rindërtuar qytetin e Jerikut. Mbi djalin e madh i shtift themelët dhe mbi të voglin e vend derën e tij. Për mbushjen e këtij mallkimi do ta shohim 5 shekuj më vonë tek libri i parë i mbretërve 16:34 lexojmë: në ditët e tij Hieli i Betelit e rindërtoi Jerikun, mbi Abiramin të paralindurin e vet i qiti themelët, e mbi Segubin djalin e vet më të voglin e ndërtoi dyert e tija, sipas fjalës së Zotit që kishte pasthënë me anë të Jozuehut, birit të Nunit. Pas hyrjes në Jerik, një njeri kishte marrë disa gjëra dhe ky veprim i tij e dëmtoi bashkësinë. Të banishta u ngarkuan nga ky mëkat dhe nuk vënoi pasojë e sakrilegjit. Në tentimin për marrjen e qytetit Hai, ushtria izraelite u vu në ikje prej mbrojtësve dhe pati humbje në njerëz. Jozuehu, i cili nuk bënte asgjë pa u konsultuar me Zotin, ju drejtua me lutje dhe pyetje që ta kuptonte shkakun e disfatës. Zoti tha se nuk do të jetë me ta derisa ta largonin mallkimin nga të banishta. Pas hulumtimit, u gjet ai që kishte thyer mallkimin i shtyr nga lakmia. Marrja e qytetit Hai ndodhi vetëm pas ndëshkimit të fajtorit, të cilin e vranë me gjithë familjen e tij dhe dogjën çdo gjë që i përkiste. Gjatë gjithë historisë së popullit të zgjedhur të Zotit, vërehet qarta si pasojat e drejtë për drejta të gjendjes së popullit varësisht nga besnikëria e tij ndaj fjalës së Zotit, që në faqet e para të Biblës, krahaso Zanafilla 3, shohim se pa dëgjesa është mëkat dhe rrjedhimisht mallkim, kurse dëgjesa dhe besnikëria sjellin bekimin e Zotit. Atëherë kur populli ishte besnik ndaj Zotit, Izraelin e mbulonin bekimet, paqe me fësinjet, harmonie brendshme, mirëqenie materiale e tjera. Kurse atëherë kur Izraeli harronte Zotin e vet dhe u kthei zotave të rrem, pasonin periudha me luftra të përgjakshme, sfilitje ekonomike, smundje, përndjekje, zhvendosjet e popullatës e të zezat e tjera. Janë një mësim tjetër që mund të nxjerrim nga Bibla. Zoti ka vendosur rend mbi gjithë krijimin, duke filluar prej gjithësisë e deri tek krijesa e tij më e vogël.
Ka një rregullim hierarkik i përkryer i cili bën që të gjithë të funksionojnë ashtu si janë menduar. Kështu Zoti zgjodhi një popull nëpërmes të cilit do t'ja zbulonte njerëzimit veten dhe nëpërmes të cilit edhe do të vitë në shpëtimtari i botës. Detyrat që Zoti u ka dhënë personave të caktuar përcillet me pushtetin e nevojshëm për të ushtruar atë detyrë në shoqëri. Njeriu i hyjit Jozuehu ishte i pajisur me pushtetin për të bërkuar dhe mallkuar, që mundëson në realizimin e planit që hyji ka zbuluar. Është mjet për kryerjen e detyrës, një armë mbrojtëse për prisin dhe njëkohësisht një mjet edukimi për popullin. Ç'është e vërteta, çmimi i këtij edukimi është shumë i lartë, ashtu siç e pam pak më parë. Mojsiu në fillim nuk ishte i vetëdijshëm për fuqinë që manifestonte shkopit që mbante në dorë, derisa nuk u shndrua në xhar për kur e hodhi në tokë. Me të njëjtin shkop më vonë do t'i binte shkëmbit prej të cilit do të rrjedh ujë. Pajisja me pushtet, fuqi e urti nuk u ka munguar asnjëherë besnikëve të fjalës së Zotit. Shekuj me vonë, Jezusi do të premtonte, nuk do t'ju le banjak, kurse para të ngriturit në qiell do t'ju thosh të nxënësve të vet. Unë do të dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, që ndroni prandaj në qytet, deri që të vesheni me fuqinë prej lartë. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesë prej kapitujve 10 deri në 21 të librit të Jozuehut. Lexoni të shtëpia, do të kuptoni më mirë, këtë ja u këshillojmë gjithmonë. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj të çmueshme, Zoti ju bekoftë të gjithëve.